mendoni që shqiptarët kanë zgjedhje apo zgjedhja është me dy blloqeve të vjetra dhe realisht është një bllokim i garës, pra nuk ka risi? Si gjithmonë them që varësisht nga politika, nga numrat, më përpara kemi qenë në realitet në situata më të favorshme. Tani te bloku Maqedonas numrat janë më të mëdha, domethënë besimi është më i madh. Dhe mendoj se do ndikoj edhe si gjithmonë ka pasur ndikime që ka bashkëpunime pavarësisht se përpiqen partitë tona politike të japin një karakter etnik. Domethënë ja, shikoni tani bëhet fjalë për komuna, ku komunat duhet të zgjidhin problemet thelbësore të njerëzve, kanalizime, plerat, ajri i pastër, qente ndacak, e kështu me radhë, që fatkeqësisht Maqedonia nuk di kush ka qenë tani, është një pirk plerash, është shndrua, askush nuk i merr, njerëzit ecin përmes plerave, ecin përmes qenve ndacak. Unë nuk e kuptoj pse gjithë kjo që 20 vjet e tepër ende me ato konceptet e vjetruara që krijojnë një amulli përgjithshme tek popullata, domethënë njerëzit nuk janë më të tillë që nuk i shohin gjërat, njerëzit kërkojnë kushte më të mira jetese. Domethënë ky është problemi. Karakteri etnik kur janë qeveri, e kuptoj edhe pse ashtu duhet të jetë, sepse sot koncepti i patriotizmit ka ndryshuar botërisht. Domethënë njerëzit kërkojnë më shumë kushte jetësore, prandaj po ik rinia, po ik ky, po ik ai. Domethënë janë ca gjëra që përmes këtyre koncepteve këta janë fshehur gjithmonë, domethënë janë strehuar gjithmonë për të krijuar një, si të them, një vizion të rrejshëm në popullat edhe të ikin problemeve, do të thotë programeve që kanë premtuar dhe si realizojnë dot. Ky është problemi. Tani ne themi ai do të kemi ndasi, por Maqedonia pavarësisht se juridikisht është shtet një kombësh, e kam thënë shumë herë, domethënë që është bërë toleranca në vitin 2001, e tani në aspektin natyror jemi shtet multietnik, do të thotë shumë etnik. Ja, për shembull Kërçov ka shumë etnik. Nuk mund të luash ende me kartat e nacionalizmit në një vend ku të gjithë, se kryetari i komunës do të jetë për të gjithë njësoj. Nuk mund të bën ashtu. Menaxheri i qytetit, nuk e di pse japin këtë, do thotë më duket si ato ja e bëra edhe një shkrim ashtu me atë Kazakstanin, me atë filmin e Boratit, domethënë e njëjta gjë, nuk e kuptoj çfarë ndodh. Ose neve na llogarisin si budallën, ose nuk e di çfarë është puna. Megjithatë programe nuk ka, programet Mirçena nuk ka. Se kjo do ndalesh tek programet që çfarë po ofrohet konkretisht përveç patriotizmit fals? Asgjë s'ofrohet, domethënë janë bërë 2-3 rrugë me tatimin ton, janë shtruar 2-3 rrugë, dalin i përurojnë detyra e tij është, domethënë kanë prishur rrugët, i kanë lënë rrugët hapur, domethënë varet kush do fitojë tani, kush do ta bëjë, si do ta bëjë, dhe janë gjëra e kupton Dylber, janë gjëra, më fal zoti Balla se janë gjëra që neve gjithmonë na fusin në mulli, na fusin në vorbulla të paqarta, edhe pastaj njerëzit ndikojnë, domethënë i kanë edhe ato struktura që ndikojnë. Në realitet, ja, them në Kërçov, ku jetoj unë, ne ende spital nuk kemi, domethënë siç duhet. Pas spital, unë ja, shiko tani, po ta marr si shembull. Plerat, prazja. Po ta marr si shembull. Plerat janë duke ecur rrugës, nuk ka deponi, domethënë nuk ka. Dal pardje në fshat, në mëngjes shoh në shtyllat, tret njërit kandidat në çdo shtyllë të fshatit, tret njërit kandidat, 4 të tjetrit, afishe, banderola, kështu me radhë. Për momentin, po të ecish në Maqedoni, deri gjithë Maqedonin ke minimum 50 milion euro, ndoshta në afishe, edhe në banderola, edhe në shkrep, kështu në çakmak, në kapela, në bluza, e kështu me radhë. A këndë një deponi nuk mund të rregullojnë. Kështu absurde do thot, ato do përfundojnë pas 2 javësh në kosh, ose ato shkrepsa qofi marrin se disa për çak, do thot përndes cigare, dhe me thiki pashi i hiqin ato simbolet e tyre. Edhe talleshin, sa cilësi të lartë pas kanë bën, nuk e hek dot, ndryshe veç me thik duhet ta hek. Dhe janë gjëra që
Nuk e di, i njohim ne, jo se s'njihemi, Maqedonia është vendi është Shqipëri, ju njihni gjithkënd. Nuk ka nevojë për ato punë, ato afishe, lind pyetja tani, ku i gjejnë ato lekë? Vetë ta tregojnë se çfarë ndodh në Prapasken, kush janë. Fusish 50 milion euro, gjithë partitë politike flas, jo vetëm shqiptare, në banderolla, edhe të mos të rregullosh plerat, do të vetë tregon se ti sa i korruptuar je. Kjo fushat ka pas edhe skandale, profesor, më duket sigur ndjeshmëria më e madhe qëndron ndoshta veçoria e Maqedonisë kjo, duke na kthyer edhe vite më pas tek ato që tash quheturat bomba, që shpërthenin para zgjedhjeve, publikimi videove, audioincizimeve, ka pasur edhe në këtë rast, pra po përpoluat gjithçka. Pra deri në këtë pikë se tek gjëra